Allahu xhalla xhelaluhu ty ta mundson Ramazanin, automatikisht mbi ty zbatohen 8 emrat të Zotit xhalla xhelaluhu. Ato zbatohen gjithë emrat e Zotit xhalla xhelaluhu, po më specifikisht Allahu xhalla xhelaluhu ty po trajton me 8 emrat e tij të bukur. Gjithë emrat e Zotit janë bukur, po më specifikisht po trajton Zoti xhalla xhelaluhu me emrin Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Mannan, Al-Hannan. Po trajton Zoti xhalla xhelaluhu me emrin Ar-Rauf. Po trajton Zoti xhalla xhelaluhu me emrin Al-Latif. Po trajton ty Allahu xhalla xhelaluhu me këto emra duke treguar se të kam shiruar, duke treguar se i dhimbsesh, duke treguar se të don fort, duke treguar se po i vazhdon mirësitë dhe begatit e tij ndaj teje, pavarësisht se ti ndoshta nuk e qen aty ku duhet, në marrëdhëniet me Zotin, në komunikimin me Zotin xhalla xhelaluhu. Dhe në momentin që besimtari ndodhet përpara këtij pozicioni me Zotin e tij, padyshim që Ramazani duhet të jetë rast që njeriu të fitojë më shumë nga mëshira e Allahut xhalla xhelaluhu, që njeriu të fitojë më shumë nga dashuria e Allahut xhalla xhelaluhu, që njeriu të fitojë edhe më shumë nga mirësitë dhe begatitë e Allahut xhalla xhelaluhu, që njeriu të fitojë më shumë nga dhimbshuria që Zoti xhalla xhelaluhu ka dhuruar për njerëzit dhe për robët e tij. Është rast i volitshëm. E nëse Zoti xhalla xhelaluhu po sillet me ty në këtë formë, kaq mirë si duhet të jetë sjellja jonë me Zotin xhalla xhelaluhu. Allahu na e ka dhënë orientimin në Kur'an kur thotë: "Fama jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Bamirësia duhet përballet me një bamirësi njësoj si ajo. Nëse Zoti po sillet kaq mirë me ne dhe po na jep mundësinë dhe shansin që të jetojmë edhe një Ramazan i suksesshëm, do të thotë të çregjistrohesh një herë përgjithmonë nga zjarri i xhehenemit. Gjithë secili prej nesh ka dëgjuar për mirësitë dhe për vlerat e Ramazanit. Dhe unë premtoj që nuk do të ndalem këtu, sepse nuk është momenti. Unë kam qejf që Ramazanin në raportin me Zotin ta shohim me synin e madhërimit o vëllezër. Ramazani duhet madhëruar. Do thotë njëri, po ne jemi të urdhëruar të madhërojmë Allahun dhe asgjë tjetër përveç tij. Madhërimi i Ramazanit, vëllezër të nderuam, duhet parë si miku i Zotit në tokë. E Islami neve na ka urdhëruar dhe na ka mësuar që ta respektojmë mikun. Muhamedi alayhi salatu wassalam thotë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa." Kush e beson Zotin dhe ditën e gjykimit, prej argumenteve të besimit në Zotin dhe në ditën e gjykimit është se besimtari respekton mikun. Dhe ky mik që na ka ardhur, pra do të na vinë dyert tona, duhet respektuar. Si mundet që adhurimin e agjërimit të Ramazanit t'i japim një ngjyrë ndryshe o vëllezër? Ki parasysh adhurimet tona në përgjithësi dhe adhurimi i agjërimit të Ramazanit në veçantë, unë mendoj se duhet kaloj nga faza e një adhurimi të rëndom në thojza në fazën e një adhurimi të ndjeshëm. Pra Ramazanin duhet ta ndjejmë, agjërimin duhet ta ndjejmë, duhet ta përjetojmë. Mos tjetë thjesht një adhurim që e bëjnë se e bëjnë gjithë. Shoqërohemi me gjithë, bëjnë çfarë bëjnë gjithë. Jo, duhet dalim nga kjo. Dhe të kalojmë në një adhurim që quhet adhurimi i ndjerë. Domethënë ta ndjesh me shpirt dhe me zemër. Ta përjetosh më konkretisht, sepse gjithë kjo që folëm deri tani ishte një trajtim i përgjithshëm. Më konkretisht, unë i kam përmend si pika që duhet i ketë parasysh besimtari me rastin e Ramazanit, në mënyrë që të jetë Ramazani jo ndryshe nga Ramazanet e tjerë. Dhe të jetë ky Ramazan një mundësi për të hapë karta të reja dhe regjistra të reja dhe raporte të reja me Zotin xhalla xhelalu. Atëherë ki parasysh këto pika
inshallah taala. Pritja e këtij muaji me një pendim të sinqert për çfarë ka kaluar përpara tij. Pritja e muajit me një pendim të sinqert për çdo gjë që ka kaluar përpara këtij muaji. Vëllezër, zemra e njeriu ose nxihet ose zbardhet. Për këtë arsye do të vim në një kohë e cila ka një dritë shumë të fuqishme, e cila ka një energji shumë të madhe. Nëse zemra o vëllezër nuk është e përgatitme, nuk ka vend ku të rrijë energjia dhe do të iki, do të rrëshqasi. Do të jetë si ai rasti që unë thash në fillim, ditën e parë me entuziazëm dhe me emocione, edhe ditën e dytë, edhe ditën e tretë, edhe ditën e katërt, edhe ditën e pestë. Në momentin që ne e presim Ramazanin duke e larë enën e zemrës nga gjunahet si me pendim të sinqert ndërmjet teje dhe Zotit, nuk është kusht ta di njerëzit. Ti mundohu në një moment përpara se me ardhë Ramazani me thonë o Zoti im, ti e din shumë mirë se çfarë kam bënë gjatë këtij viti. Se çfarë kam nxjerrë, se me çfarë unë i kam nxjerrë regjistrat e veprave të mia. Dhe si unë o Zot i kam nxjerrë muret e zemrës time, o Zot, nuk mund t'i laj dhe nuk mund t'i shplaj dhe nuk mund t'i pastroj. As kusht tjetër përveç teje, o Allah, është duke ardhur muaji i Ramazanit, një moment që unë dua të hap faqe të reja me ty, o Zot çka ka kalu, ma laj, ma shplaj dhe ma pastro, dhe më bëj o Zot gatshëm për të prit këtë mirësi dhe begati të madhe. Lutju Zotit xhel xhelalu dhe pritë Ramazanin me pendim të sinqert. Për këtë arsye pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam gjithmonë përpara Ramazanit çfarë bonte? I paralajmëronte njerëzit dhe i përgëzonte se nesër do të vijë muaji i Ramazanit, pra një orientim për njerëzit që të kenë kujdes e duhet të rregullohen dhe të pastrohen përpara se të ardhë muaji i Ramazanit. Gjithmonë non stop 24 orë, në 24 orë në Ramazan duhet të mendojsh çfarë ka përgatit Allahu për agjëruesit e vërtet. Gjithmonë do ta kesh, këtë duhet ta kesh si nxitje për të qenë gjithmonë aktiv dhe i gjallë. Gjithmonë duhet mendosh derën e xhenetit që e ka emrin Rayyan. Duhet mendosh fshirjen që ndodh çdo ditë, çdo natë të Ramazanit, hapet regjistri i xhenemit. Ne e dim shumë mirë që emrat e njerëzve janë regjistruar në 2 vende. Ne e dim shumë mirë se ka 2 regjistra. Një regjistër quhet regjistri i banorëve të xhenetit dhe një regjistër quhet regjistri i banorëve të xhenemit. Dhe gjithë njerëzit janë shënuar në të 2 këto regjistra. Dhe njeriu me jetën e tij dhe me veprën e tij, me sjelljen e tij dhe me fjalët e tij, me jetën e tij, o do ta fshijë emrin e tij nga një regjistër dhe do ta lejë në regjistrin tjetër, o do ta fshijë nga një regjistër dhe do ta lejë në regjistrin tjetër. Muaji i Ramazanit, ti do të kujtosh vazhdimisht, do ta kesh gjallë në mendje se muaji i Ramazanit është shans çdo natë, mëngjes kur mbaron nata, hapet regjistri i xhenemit dhe fshihen disa emra. Ndoshta jeti prej atyne. E mos harro se natën e fundit të Ramazanit nuk ndodh që të fshihen emra në regjistrat e xhenemit më shumë se të fshihen natën e fundit të Ramazanit. Open up your door, peace, love and joy. Let them soar, let them soar.